Nëse je lodhur nga sjellja e të tjerëve, nga shfrytëzimi, nga ndjenja e fajit kur thua jo, ky udhëzues është për ty. Kapitulli 1. Kur mirësia të kthehet në kurth, mirësia është një nga virtytet më të larta njerëzore, por vetëm kur është nën kontrollin tënd. Kur bëhesh i mirë për të shmangur përplasje, për të fituar miratim, ose sepse të frikson refuzimi. Nuk është më virtyt, është dobësi e maskuar. Kur je gjithmonë i mirë, shumë njerëz të marrin si të mirëqen, bëhesh një target i lehtë për manipuluesit, humb vetë respektin dalë nga dalë, mbaj mend, njerëzit nuk të respektojnë për atë që duron. Por për kufijt që vendos, kapitulli 2, të vendosësh kufi pa ndier faj, kufijt nuk janë mungesë dashurie, janë shenjë vetë dashurie. Këto janë disa mënyra të thjeshta për të vendosur kufi, nuk e kam energjinë për ta bërë këtë tani. E kuptoj që ke nevojë, por kam nevojat e mia që nuk dua t'i ignoroj. Nuk ndihem mirë kur më flitet kështu. Mos e bëj më. Kufijt nuk kanë nevojë për arsyetime të gjata. Ata që të duan vërtet, do të kuptojnë. Ata që nuk të respektojnë, do të largohen. Dhe kjo është gjë e mirë. Kapitulli 3. Si të dallosh ata që të përdorin. Shenjat klasike të njerëzve që abuzojnë me mirësinë tënde, të kujtohen vetëm kur kanë nevojë, të bëjnë të ndihesh fajtor kur thua jo, nuk të falenderojnë kurrë me sinqeritet, presin që gjithmonë të jesh në dispozicion. Të quajnë i ftohtë sapo t'i vendos kufi, këta njerëz nuk duan ty, duan përfitimet që marrin nga ty. Largohu. Pa faj. Kapitulli 4. Formula e vetërespektit. Vetërespekti ndërtohet çdo ditë me veprime të vogla. 1. Thuaj jo kur do të thuash jo. 2. Mos shpjego çdo vendim që merr. 3. Mbroje veten edhe në heshtje. 4. Largoju njerëzve që të lodhin shpirtin. 5. Jep vetes më shumë prioritet se sa të tjerëve. Një njeri që respekton veten nuk ka nevojë të shpjegojë asnjë kufi që vendos. Sepse ajo e di vlerën e vet. Kapitulli 5. Të jesh i mirë, por jo budalla, mos u krenohesh sakrificave që askush nuk i pa. Mos mburresh me durimin ndaj padrejtësive. Nuk është nder të bëhesh shpëtimtari i të gjithëve, nëse po fundosesh vetë. Zgjuarsia është të dish kur të ndihmosh, kur të ndalosh, kur të thuash. Ky nuk është problemi im, ti nuk ke ardhur në këtë botë për të kënaqur të gjithë. Ke ardhur për të jetuar pa u shkatëruar nga njerëz që nuk ta duan të mirën. Kapitulli 6. Fjalitë që duhet të thuash më shpesh. Jo, nuk kam kohë tani. E dua veten mjaftueshëm për të mos e lejuar këtë. Po e vë veten të parën për një herë. Nuk më intereson çfarë mendojnë të tjerët për këtë. Kjo nuk është përgjegjësia ime. Shkruaj diku. Përsëriti. Shndërroj në armë të heshtura. Sepse fjalët janë forma e parë e vetë mbrojtjes. Kapitulli 7. Mirësia si forcë, jo si dobësi. Mirësia e vërtet nuk të bën të nënshtrohesh, të bën të qëndrosh i fortë në kaos. Ajo nuk nënkupton që t'i japësh gjithçka kujto. Nënkupton që të ruash dhe të japësh në mënyrë të vetëdijshme. Mirësia e vërtet ka 3 shtylla. 1. Zgjedhje, jep vetëm kur e ndjen, jo kur detyrohesh. 2. Kufi, dashuria pa kufi nuk është dashuri, është vetë shkatërim. 3. Vetë dashuri, sepse nuk mund t'i duash të tjerët siç duhet, nëse e uren veten për brenda. Përfundim, bëhu ajo që s'mund të manipulohet, njerëzit do përpiqen të të ndryshojnë. Të përdorin. Të kontrollojnë me faj, me fjalë, me heshtje, por nëse ke vetë respekt të pathyeshëm, kufi të qartë dhe njohje të vlerës tënde, askush s'mund të thyej. Ti je më shumë se sa shërbëtori i nevojave të tjerëve. Ti nuk je këtu për të fituar aprovimin e tyre, por për të ruajtur shpirtin tënd. Je i mirë, por me vetëdije, me forcë dhe me dinjitet.